Përpara se të dorëzojë në parlament një draft me rregulla standarde veçanërisht për mediat vizive dhe ato online, Këshilli Shqiptar i Medias dhe Qendra Res Republika zhvilluan në Shkodër sesionin e dytë të fokus grupit, promovimi i etikës dhe vetë rregullimi në mediat lokale, sfidimi i dezinformimit. Është një nga aspektet për çështjet të lirisë shprehjes që Bashkimi Evropian synon të t'i thotë mediave shqiptare organizohuni dhe vetë rregullohuni se kjo është forma më e mirë. Kemi përpjekje të mira në Tiranë, por ne duam ta shtrijmë edhe në qytete të tjera dhe sidomos në qytetet Shkodra, që është një nga qytetet më të rëndësishme të Shqipërisë. Sfidat më të mëdha sot ndeshen tek mediat online, të cilat duhen vetë rregulluar, teksa këmban alarmi ka edhe për pronarët e mediave private. Mediat online janë më problematike se mediat audiovizive. Qoftë edhe për arsye sepse janë të orientuara drejt marrjes klikimeve të shpejta dhe e ulin cilësinë, bëjnë lajme her pas here më shumë sensacionale se ç'duhet, po sepse kjo është puni funi nevoja e tyre të marrin shikueshmëri, por ato kanë përgjegjësi jo vetëm thjesht për përmbajtjen e lajmeve të tyre, por edhe për komentet që bëjnë individ të ndryshëm. Kryesisht është për drejtuesit e mediave. Ata janë përgjegjësit kryesorë që bëjnë linjat editoriale, ata janë vetë që mund të orientojnë pastaj edhe gazetarët, stafin e tyre që të jenë më korrekt, më etik. Synimi është ndërgjegjësimi dhe vetë rregullimi, thanë ekspertët. Duke qenë se jemi në shqyrtim të disa kapitujve të rëndësishëm për hyrjen në Bashkimin Evropian, Shqipëria duhet të dëshmojë se është e aftë të ketë edhe standarde mediatike.